إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ne do vazhdojmë me këtë libër, me këtë risala të Sheikh Abdussalam ibn Bergjiz rahimahullah, ku është domethënë një përpjellim në lidhje me ato pengesat gjatë kërkimit të dijes. Awaiqut talab domethënë pengesat domethënë në kërkimin e dijes. Dhe në mësimin e parë që kaloi, që e mësuam bashkërisht, e përmendi Sheikhu rahimahullah këtu pengesën e parë, e cila ishte domethënë kërkimi i dijes për tjetër kënd përveç fytyrës së Allahut të lartësuar. Kjo ishte domethënë pengesa e parë. Dhe tash këtu vazhdon Sheikhu rahimahullah me pengesën e dytë, el-aiqu thani. Pengesa e dytë është tarkul amal, është mos veprimi me dijen. Pengesa e dytë në kërkimin e dijes është mos veprimi me dijen, mos zbatimi i dijes. Dhe këtu e përmend në fillim Sheikh Abdussalam ibn Bergjiz rahimahullah një hadith i cili transmeton Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tazalu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Në këtë hadith madhështor, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të lëvizin këmbët e një robi në ditën e kiametit derisa të pyetet për këto çështje që tash do përmenden këtu, për jetën e tij, se si e kaloi, për dijen, për diturinë e tij, se çfarë veproi me të, për pasurinë e tij, prej nga e fitoi dhe ku e shpenzoi, si dhe për trupin e tij, se në çfarë e përdori. Se në çfarë e përdori ose ku e harxhoi energjinë e trupit. Në energjinë e trupit. Në vazhdim, Sheikh Abdussalam ibn Bergjiz rahimahullah përmend edhe një ether të sahabiut të nderuar Abu Darda radiallahu anhu, ku thot se ka thënë Abu Darda radiallahu anhu: la takunu aliman hatta takuna mutaalliman ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. Përkthimi është: nuk bëhesh dietar derisa të jesh kërkues i dijes, dhe nuk bëhesh dietar me dijen që e ke mësuar, që e ke marr, derisa të veprosh sipas asaj. Dhe po ashtu e përmend këtu edhe një ether tjetër të Aliut radiallahu anhu, ku ka thonë Aliu radiallahu anhu se dituria e thret veprën. Nëse ajo i përgjigjet, dituria atëherë qëndron. Nëse i përgjigjet, do të thonë me vepër. E nëse jo, ajo largohet. Atëherë do të thonë ajo nuk qëndron, ajo largohet. Dhe po ashtu e përmend edhe një fjalë tjetër të El Fudail ibn Iyadit rahimahullah, se ku ka thënë në fjalën e tij një fjalë madhështore se la yazalu al-alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih
fa idha amila bi kana aliman. Dietari vazhdon të jeti pa ditur në lidhje me atë që e ka mësuar, derisa të veproj sipas saj. Kur të veproj sipas saj, atëherë bëhet vërtet dietar. Atëherë bëhet vërtet, domethënë, dietar i vërtet, me plot kuptimin e fjalës. Nëse nuk vepron me dije, domethënë me dijen e tij që e ka, atëherë nuk llogaritet domethënë dietar i vërtet. Dhe thot shejhu, Sheikh Abdul Salam ibn Bergjiz rahimahullah në vazhdim, se ajo që e forcon diturin dhe që është shkak që njeriu me memorizu dijen që e ka dhe që e ka mësu, është zbatimi i saj. Të punuarit me dijen. Ajo është, domethënë, që e forcon. Dhe që domethënë, ja mundson njeriu ta memorizojnë, ta mbajnë mend. Edhe prej shkaqeve, thot po ashtu Sheikh Abdul Salami rahimahullah, prej shkaqeve që dija të largohet dhe njeriu me humb dijen dhe me e haru, do thotë që njeriu ka mundësi të ketë ditur diçka në të kaluarën, por si pasojë të mos veprimit me atë dije, atëherë domethënë ai e haron dhe ajo dije largohet prej tij, sepse nuk ka punuar. Dhe mos punimi me dijen është prej shkaqeve të mëdha, thot shehu, që dija të largohet dhe të harohet. Edhe kjo po ta mendojmë pak ma thellë, duke reflektu, është edhe në çdo çështje tjetër. Nëse dikush e ka mësu një zanat, ose ka studiu medicinë, ose çfarë do qoftë, dhe nuk punon sipas asaj, si u marr mendja juve, ai personi, a do zgjerohet ma shumë në atë dije, a do ketë ma shumë kuptim, ose ka me haru me kalimin e kohës. Padyshim do të thonë se ajo harohet. Edhe ndoshta mas disa vite as nuk ka lidhje se si më janis punën edhe ku me përfundu. Këtu edhe në çështjet e zanateve, edhe në çështjet e tjera domethënë të dunjas. Nëse njeriu domethënë nuk punon me një dije, nuk e praktikon, nuk e zbaton, atëherë domethënë ajo dije dita ditës largohet dhe humbet. Dhe prandaj e përmend shehu Sheikh Abdul Salam rahimahullah këtu një fjalë të Imam Shabi rahimahullah, ku thot: kunna nasta'inu ala hifdh al-hadith bil 'amal bih. Domethënë ne ndihmojshim e ndihmojshim vetën tonë ose vetveten për me memorizu hadithin, me mbajt mend hadithin, duke vepruar me atë hadith, duke e zbatuar në praktik. Ajo ishte një prej metodave se si ta mbajnë mend hadithin, duke e zbatuar në praktik. Dhe po ashtu thot në vazhdim Imam Shabi rahimahullah: wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-sawm. Dhe gjatë kërkimit të saj, të dijes, ja e ndihmojshim vetveten ton duke agjeruar. Se nëse njeriu domethënë nuk agjeron, ndoshta një pjesë të kohës së tij preokupohet domethënë me ushqim, me pije, me ngrënie, me sene, edhe kështu i shkon dita. Selefët ridwanullahi alejhim, kjo ishte domethënë veprimtaria e tyre, që gjatë kërkimit së tyre domethënë kur kërkojshin dije, agjerojshin. Dhe kur duashin domethënë ta mbajnë mend dijen, ta memorizojnë, ishin të pari domethënë që i zbatojshin ato hadithe, që i mësojshin ato hadithe. Dhe këtu po ashtu e përmend Sheikh Abdul Salam ibn Bergjiz rahimahullah një ether, një transmetim tjetër nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, ku thot: inni la ahsabu al-abd yansa al-ilm kana ya'lamuhu bil khati'atin ya'maluha. Unë mendoj se robi e haron dijen që e ka ditur për shkak të një mëkatit që e kryen, që e bën. Tash
dikush mundet me pyet në këtë kontekst këtu, po çfarë lidhje ka kjo fjala e Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu anhu këtu në lidhje me braktisjen mosveprimin me dije? Po, pikërisht ka. Për shkak se personi i cili vepron mëkate, ai nuk ka punuar me atë dije që e ka, po punon me ignorancë. Dhe kjo është mos zbatim të dijes që e posedon. Dhe thotë domethënë që bëhet shkak domethënë që njeriu me haru dijen që e ka, për shkak mëkateve që i bën. Prandaj duhet me pas robi kujdes në lidhje me mëkatet. Edhe qofshin ato të vogla. Edhe qofshin ato të vogla, as si domethënë nuk duhet me i nënglizhu. Dhe duhet me nxitu me u pendu, që robi domethënë të jetë gjithmonë domethënë që kthehet dhe pendohet tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Sheikh Abdussalam rahimahullah në vazhdim. Ku ishte veprimtaria dhe angazhimi i salafu salih me dijen që e kishin? Ishte domethënë duke e zbatu, duke e praktiku dijen, prandaj dhe i fituan ato shkalla të larta në dije. Për shkak se ishin duke punu me dijen që mësojshin. Dhe përmend këtu, dhe prandaj thot Sheikhu dhe Allahu Taala u dha atyre bereqet në atë dije që e kishin. Kush u dha bereqet? Allahu subhanahu wa taala. Se fillimisht ishin të sinqert ndaj Allahu subhanahu wa taala në kërkimin e tyre. E pasaj në atë dije punojshin, e zbatojshin. Edhe Allahu subhanahu wa taala u dha bereqet. U dha bereqet domethënë në atë dije që e kishin. Dhe prandaj thot Ebu Abdurrahman es-Sulemi rahimahullah se kena arritur njerëz. Do të thonë këtu e ka për qëllim sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata nuk i kishin mësuar 10 ajete, për vetëm se i kishin zbatu, pastaj kishin kaluar në 10 ajete tjera. E kështu me radhë domethënë e kanë mësuar Kur'anin dhe zbatimi i tij. Do thonë nuk ka qenë vetëm memorizim, pa praktik, pa zbatim. Jo, ka qenë domethënë memorizim duke ja bashkangjitur edhe veprat. Zbatimi. Kështu ka qenë domethënë në rruga e sahabëve ridwanullahi alejhim. Pastaj thot Sheikh Abdussalam ibn Bergjiz rahimahullah se praktisja, mosveprimi me dijen është 2 llojesh. Lloji i parë që njeriu domethënë me i braktis detyrat që i ka domethënë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe në anën tjetër me vepru mëkate, që ai din se janë mëkate. Kjo është domethënë lloji i parë i mospunimit me dije, që me i braktis domethënë obligimet, mos me i plotsu obligimet, dhe po ashtu në anën tjetër me vepru mëkate. Ky lloj njerëzish, thotë Sheikh Abdussalam rahimahullah, hyn në ato ajete dhe hadithe ku përmbajnë kërcënime të ashpra për ata njerëz që kanë dije domethënë dhe bëjnë mëkate dhe në anën tjetër as nuk i zbatojnë urdhrat të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë domethënë, në këtë kuptim dhe në këtë lloj të njerëzve janë këta domethënë që në njërën anë nuk i zbatojnë urdhrat dhe në anën tjetër domethënë bëjnë kundërshtime ndaj Allahut subhanahu wa taala duke vepruar domethënë mëkate. Lloji i dytë, thotë Sheikh Abdussalam rahimahullah, mosveprimi me dijen është kuptimi që njeriu mos me i vepru domethënë nafilet, ato që janë mustahabbat, të pëlqyera. Mos me i vepru. Ai ka dije për to, po nuk i vepron. Dhe në anën tjetër i bën ata që janë të papëlqyera, ose i vepron ata të cilat janë të papëlqyera.
Ky grup njerëzish, thot Sheikh Abdus Salami rahimahullah, nuk hyn domethënë në atë kërcënimin të atyre ajeteve dhe haditheve që është domethënë për llojin të parë për grupin e parë domethënë të njerëzve që u përmend tash pak më lart. Por prap thot Sheikhu Sheikh Abdus Salami rahimahullah, ajo që duhet dhe është domethënë e kërkuar nga dietari dhe po ashtu dhe nga nxënësi i dijes, talibul ilm, që ata të jenë të kujdesshëm në maksimum në lidhje me çështjet që janë mustahabbat dhe në anën tjetër duke u larguar prej çështjeve që janë të papëlqyera. Do thonë ata duhet të shfaqin kujdes të madh në zbatimin e çështjeve që janë mustahab, që janë të pëlqyera, që janë prej nafileve, dhe në anën tjetër domethënë që janë të kujdesshëm në largimin e tyre prej çështjeve domethënë të papëlqyera. Dhe këtë ta quajmë tash kapitull, pengesa e dytë domethënë, mosveprimin me dije, e ka përmbyllur Sheikh Abdus Salam rahimahullah me një fjalë të Ibnul Jauzi, El Hafidh Ibnul Jauzi. Duke thënë Ibnul Jauzi rahimahullah, El miskinu kullu el miskin, men da'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bih, ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. Kuptimi është i mjerë, krejt i mjerë është ai që e humb jetën e tij duke mësuar dijen, por nuk vepron sipas saj. Ati i ikin kënaqësitë e lejuara të kësaj bote dhe mirësitë e ahiretit. Kështu del përpara Allahu subhanahu wa taala i falimentuar, ndërkohë që prova kundër tij, argumenti kundër tij është i fortë, sepse ka pas dije, por nuk ka vepruar, nuk e ka zbatuar atë dije që ka pas. Thjesht domethënë, është marrë me atë dije, është angazhu pa me e zbatuar. Kjo është miskin, kullul miskin, që është domethënë gjendja e tij e tillë, është angazhu me dije, por nuk e ka zbatuar. Po duke u angazhu me atë dije, është largu domethënë prej çështjeve të dunjas, do të s'ka pas edhe kohë me u marrë me ato. E kështu i ka humbur edhe ato kënaqësitë e lejuara të dunjas, po ashtu edhe mirësitë e ahiretit. Për shkak se ai me atë dije nuk ka vepruar, nuk e ka zbatuar. Dhe kështu ka me dalë para Allahu subhanahu wa taala i falimentuar, pa vepra. Barakallahu fikum. Dhe këto domethënë el awaiq, këto pengesa, duhet domethënë në mënyrë të shkurtër me i shënu secili prej neve që me i pas. Edhe her pas her domethënë me i lexu për veten e tij, me familjen e tij, me fëmijët, që domethënë me i pas parasysh këto sende, se këto çështje janë me të vërtet pengesa të rënda në kërkimin e dijes. Dhe ndoshta ne habitemi nga një herë, po pse domethënë njeriu filani ishte, shkoi, ustoi, u kthy, nuk u pa gjë prej tij. Ndoshta ka pas çështjen e parë, pengesën e parë, çështjen e ikhlasit. Po ndoshta ka qenë në rregull në atë pjesë, po çështja e mosveprimit ndoshta ka qenë. Dhe tash do e shohim edhe në vazhdim që ka dhe pengesa të tjera që duhet njeriu me i pas parasysh. Dhe kur do qoftë ato pengesa, domethënë do e shfaqin atë mundësinë e tyre që njeriu e ka pas gjatë kërkimit të dijes. Tash këtu kalon Sheikhu Abdus Salam ibn Barjiz rahimahullah te pengesa e tretë, ku thot Sheikhu el aiq al-thalith el-i'timadu ala al-kutubi duna al-ulama. Pengesa e tretë është mbështetja vetëm në libra,
pa marrë dije nga dietarët. Mbështetja e kërkuesit të dijes, ai kërkon dije, angazhohet me dije, por ai mbështetet vetëm në libra. Nuk e merr dijen domethënë nga dietarët. Kjo është pengesë. Kjo është pengesë në kërkimin e dijes. Që nëse njeriu domethënë vetëm mbështetet te librat, pa me u kthy te dietarët. Edhe do e shohim tash domethënë në këtë pjesë se si e ka trajtuar Sheikhu rahimahullah dhe argumentet që i ka përmend, edhe atëherë duhet ne domethënë ta respektojmë logjikën tonë, edhe me i dallu njerëzit. Ata që kanë mësuar te dietarët dhe ata që s'kan mësuar ke dietarët. Kanë mësuar vetëm te librave. Edhe në qoftë se ata që kanë mësuar prej librave kanë notat më të larta, më të shkëlqyera, po nuk kanë mësuar domethënë tek dietarët, ajo është mangësi. Dhe kur do qoftë ajo do shfaqet. Ose në fillim, ose domethënë ma vonë, por do shfaqet ajo mangësi. Thot Sheikh Abdusselam ibn Bergjiz rahimahullah, shihet te disa kërkues të dijes se ata mendojnë për vetët e tyre se e kanë atë aftësi ta marrin dijen direkt nga librat pa me u kthy tek dietarët. Thot Sheikhu në vazhdim, dëgjoni mirë dhe me vëmendje, dhe pastaj vlerësoni ata të gjithë që sjellin pralla dhe ngatresa dhe dyshime. Sheikhu thot, ky vetbesim i tepruar është një smundje. Sheikhu thot është një smundje. Nuk është për më lavdru, me thënë, unë nuk shkojsha te dietarët. Te dietarët shkojshin ata që ishin me nota të dobta. A ishte ashtu Husein në mësimin e kaluar të ato pyetjet. Sheikhu thot se me mendu, me pas këtë vetbesim, është vetbesimi i tepruar dhe është një smundje. Viktimat e së cilës i kemi parë shpesh të mbetur të përmbuzur dhe të larguar nga radhët e dietarëve. Sa të shumta janë gabimet e tyre. Sa larg janë nga e vërteta. Sepse ti pse mëson dijen ti? Pse mëson dije, domethënë? Pse mëson dije? Që ti je në rrugën e vërtetë. Që ti je prej palës së shpëtuar dhe palës së ndihmuar. Domethënë, sa të shumta janë gabimet e tyre, kush janë ata që i kanë këto gjithë gabime, që thotë Sheikh Abdusselam ibn Bergjiz rahimahullah. Ata domethënë që e marrin dijen prej librave e nuk kthehen tek dietarët. Sa të shumta janë gabimet e tyre. Sa larg janë nga e vërteta dhe sa të shëmtuara janë kundërthënjet e tyre. Prandaj mos u habit kur vinë domethënë ata me lloj kundërthënje, me lloj rregulla të çuditshme. Edhe ti po pyesish veten tënde, po ne subhanallahu nuk i kemi dëgjuar këto rregulla dhe këto kundërthënje. Jo mos u habit, se çështja qëndron defekti, mangësia qëndron domethënë në akun tjetër, sepse ai ka marrë atë dije prej librave, nuk është kthy ke dietarët. Edhe prandaj mos u habit që pastaj ai person sjell rregulla që nuk janë prej menhexhit selefi. Dhe shkakton konfuzime domethënë në mesin e selefive dhe në mesin e njerëzve të hakut. Barakallahu fikum. Pastaj e përmend tu Sheikh Abdusselam ibn Bergjiz rahimahullah fjalën e Imam Shafiut rahimahullah ku thot Imam Shafi'i, men tafaqqaha min butun al-kutub dayya al-ahkam. Ai që merr fikun, kuptimin e fesë vetëm nga librat, i humb gjykimet fetare. Imam Shafiu thot i humb, jo i çollon.
jo i ka të sakta, jo i hup, i ka të gabuara. E gjujnë huq, do më thonë, i huq, do më thonë. Barakallahu fikum. Këtë e thot Imam Shafiu rahimullah. Nuk i kimi sjell ne këto. Kjo është rruga e dietarëve. Tamam dietar të vërtet, me plot kuptimin e fjalës. Që e kanë kuptuar dijen dhe diturinë dhe vlerën e dietarëve. Ky Imam Shafiu rahimullah thot, ai që e merr fikun vetëm nga librat i humb gjykimet fetare. Po ashtu, thot Sheikh Abdusselami rahimahullah, se disa prej selefit kanë thonë, prej belas, prej fatkeqësisë më të madhe, është që fletët, librat të bëhen shejх. Kurse dikush mburret. Ja, është marrë me libra e s'ka pas kohë me shku te dietarët. S'ka pas kohë me shku te dietarët, se është angazhuar me leximin e librave. E në tash, nëse dikush nuk i di këto sende, nuk i di do të thonë se si është rruga e dietarëve në kërkimin e dijes, mendon mashallah, ky që ka i mençëm. Ky s'ka dash, do më thonë, me hup kohën, me lëviz, me makina, me taksi, me shkun këtë xhami, në atë xhami, po ka qëndruar aty te internati, te konvikti i studentave dhe ka lexuar libra. Edhe i kanë hyrë dyshimet. Edhe ka pas ma shumë gabime se të sakta. Sepse thot Sheikh Abdusselami rahimahullah, është thonë që herët, që kohën e selefit çka? Men kana shejhuhu kutubu, kana khata'uhu akthar min sawabi. Ai që e ka librin mësuesin e tij, gabimet e tij janë më të shumta se saktësitë e tij. Gabimet janë aty më të shumta. Ai që mëson prej librave, ai që mëson vetëm prej librave dhe nuk kthehet domethënë tek dietarët, Dhe po ashtu faqihu i madh thot Sheikh Abdusselami Sulejman ibn Musa rahimahullah ka thonë se mos e merrni Kur'anin nga ata që e kanë mësuar vetëm nga mushafin. Dhe as dijen nga ata që kanë marrë vetëm nga librat. Allahu akbar. Shikoni çfarë thonë një madhështore. Mos e merrni Kur'anin, leximin, tajwidin nga ata që ata vetë e kanë mësuar prej mushafin, nuk kanë pas mësues, nuk kanë patur shejх ku ta mësojnë. Dhe as nga ata dijen domethënë që kanë mësuar prej librave. Se ata gabimet e ty në që i kanë ata gabime, do t'i transferojnë të ty. Dhe ti pa me kuptu, do i pranosh ato gabime. Dhe pastaj do i transferojsh ke dikën tjetër. Barakallahu fikum. Prandaj duhet njeriu me qenë i kujdesshëm. Që mos bi domethënë në këto çështje. Dhe këtu Sheikh Abdusselam ibn Bergjiz rahimahullah ka përmend një poezi të një dietarit të gjuhës arabe, Ebu Hayyan al-Andalusi rahimahullah. E përmend do është një poezi madhështore, disa vargje domethënë madhështore, ku thot Ibn Hayyani rahimahullah, njeriu pa prevojë mendon se librat i sjellin dobi atij që ka kuptim për të arritur shkencat, por i padituri nuk e di se në to ka paqartësi që e kanë hutuar mendjen edhe të mençurit. Nëse kërkon dije, pa shejх, pa dietar, pa mësues, do të devijojsh nga rruga e drejtë dhe çështjet do të ngatrohen për ty, derisa të bëhesh si një njeri i hutuar dhe të gabuar në kuptim. Kjo është barakallahu fikum. Nëse kërkon dije pa shejх, pa me u kthy ke dietarët, pa me u konsultu me dietarët,
do të devijosh. Ky do të devijosh. Ky ka jetuar në kohën e Ibn Taymiyas rahimullah. Nuk ka jetuar dje par dje. Që me thonë e ka tash për qëllim filanin, ilanin e fistekun e ku e di çfarë. Jo. Në kohën e Ibn Taymiyas rahimullah, nëse kërkon dije pa shejх, do të devijosh nga rruga e drejtë, që duhet domethënë ai synimi yt me qenë kjo rruga e drejtë, ta ndjekish atë, që ti jesh prej fituesve në ahiret. Dhe çështjet do të ngatrohen, do thonë do jesh i ngatruar. Dhe do të bëhesh domethënë se ai personi i cili është i hutuar dhe i gabuar në kuptimin e tij. Kjo është pasoja domethënë. Këta janë pasojat ose rezultati i asaj që ti e ke mësuar dijen prej librave dhe nuk ke pasur mësues, nuk ke pasur shejх, nuk ke pasur dietar. Vetë ke lexu, ke kuptu, ke hy, s'ke dit as ku hyn as ku del, edhe tu është rrit mendja se ti tash po din diçka. Edhe del, bisedon, fol, tregon, sjell gjykime, sjell rregulla. Kjo barakallahu fikum. Duhet me pas kujdes barakallahu fikum, sepse thot shehu Sheikh Abdulsalam ibn Bergjiz rahimahullah në vazhdim se dietari domethënë mësuesi domethënë ti tregon domethënë çështjet i ke të gatshme. Tregon domethënë cila ajete janë të abroguara. Tregon domethënë çështjet që nëse ka në ndonjë libër disa mangësi, për shembull në kuptimin e mangësisë, ka disa fjalë domethënë që mungojnë, që nëse ti domethënë nuk e ke dije, mendon se libri është i plot, por realisht në libër mungojnë disa vargje ose disa fjalë që e plotësojnë kuptimin të drejtë dhe të saktë. Të gjitha këto domethënë ti sjell dietari. Dhe kuptimi i drejtë, dhe ato definicionet e dietarëve por shkencat të ndryshme. Të gjitha këto domethënë dietari ti bën domethënë gati edhe që ti domethënë ti pranojsh, ti marrësh, ti mësojsh në mënyrë të saktë edhe të vazhdojsh. Se problemi është nëse dikush sprovohet me mësu diçka gabim nga fillimi, pastaj me hek atë, me largo shumë ma vështirë. Sikurse edhe me të gjuit, do thonë rregullat e leximit të Koranit. Nëse dikush do të thonë prej fillim e ka mësu me gabime, edhe pastaj shkon te një shejх, atëherë me i largu ato gabime, duhet shumë ma shumë me ulof se sa me fillu prej zero. Barakallahu fikum. Dhe kështu në fund të kësaj ligjërate, do e lëm domethënë ato pjesët e tjera dhe pengesat e tjera që do vazhdojnë tash, janë 10 pengesa që ka përmendur këtu Sheikh Abdulsalam ibn Bergjiz rahimullah, por ato do i trajtojmë domethënë në mësimet e radhës biidhnillahi taala. Dhe tash po e lëm pak kohë për pyetje dhe përgjigje nëse keni. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.